Mbrëma nderuar shikues, sot kemi emisionin Gjeopolitika e javës, të cilin do ta bëjmë shkurtimisht me përmbledhje të lajmeve kryesore që kanë ndodhur gjatë javës nga vendi dhe nga bota. Janë këto ngjarje të cilat formësojnë dhe të ardhmen e jetës tonë dhe sigurisht që kanë një peshë dhe një rëndësi të madhe dhe kryesorja është që ne do përpiqemi të tregojmë realitetet dhe të vërtetat e fshehura, të padepërtueshme dhe ato që masat e gjera nuk janë tafta të depërtojnë dhe të kuptojnë realisht se ku është qëllimi i atyre që po organizojnë historinë. Ju kemi thënë që ka filluar një fushatë e madhe botërore me piksynimin të popullimin e njerëzimit dhe kontrollin e tyre kryesisht nëpërmjet mikroçipimit dhe kreditit social i cili ky fundit ka filluar në Kinë prej 6-7 vjetësh dhe po përpiqet ta futë së fundmi dhe Britania mbasi një hap për kreditin social e ka bërë dhe Shqipëria nëpërmjet identifikimit digital dhe dokumentacionit personal të çdo njeriu digital. Në Shqipëri, vlen për të përmendur tubimi që u bë në mbështetje të lirimit të burgosurve, të drejtuesve, liderëve të UÇK-s, por jo vetëm të UÇK-s, por edhe të Kosovës pas luftës me në krye Hashim Thaçin, i cili ka qenë një nga protagonistët kryesor të politikës kosovare mbas vitit 1999, fillimit të krijimit të UÇK-s, luftës së saj për liri dhe pavarësi kundër serbëve me mbështetjen edhe të NATO-s dhe të perëndimit, sidomos të Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë, që ishin dy protagonistët kryesore në NATO gjatë luftës në Kosovë 2 mujore. Një nga organizatorët kryesor të kësaj lëvizje këtu në Shqipëri ka qenë kryetari i shoqatës Tirana dhe ish prokurori special Shkëlqi Majdari, i cili spikati me një kapele të kuqe të presidentit Trump, ku shkruheshe MAGA, Make America Great Again, ta bëjmë përsëri Amerikën e Madhe. Zoti Hajdari është edhe kryeinspektori i këtyre inspektoriateve të ndryshme të cilat tash me ligjin e fundit janë bashkuar dhe kanë krijuar një hierarki rreth tij dhe konsiderohet si njeri i qeverisë i cili doli me një kapele të Trumpit kur dihet që qeveria e zotit Rama është pozicionuar në krah të kabalës dhe qeverisë botërore, deep state-it, e cila ndodhet sot kryesisht në Evropë, por jo vetëm. Dhe që në pamje të parë duket që presidenti Trump është kundër kabalës dhe deep state-it dhe në Shtetet e Bashkuara, pra është dhe në kundërshtim me politikat që kanë ndjekur kryeministri Rama qysh nga viti 2013 dhe me qëndrimet e tij sidomos ndaj presidentit Trump, ku së paku 2 hera i shprehur kundër tij, një herë duke folur seriozisht në zgjedhjet e para kur ai u zgjos në vitin 2016 president në mandatin e parë, ku duke folur në një nga stacionet televizive prestigjioze në Shtetet e Bashkuara, ai e quajti Trumpin një kandidat të papërshtatshëm për të fituar përballë ish kandidates Hillary Clinton dhe u bëri thirrje shqiptarëve të Amerikës që të votonin kandidaten e majt. Dhe së dyti ai u përpoq ta vinte në lojë Trumpin së bashku në prani dhe të disa autoriteteve të tjera siç ishte Macron dhe Aliyevi i Azerbajxhanit, ku kryeministri Rama theksoi duke ironizuar presidentin Trump se ai kishte ngatruar Shqipërinë ose Albanian me Armenin gjatë një konflikti që Armenia ka pasur me
Azerbajxhanin, për rajonin e Nagorno-Karabakut. Dhe presidenti Trump në një takim të parapakove nga media të ndryshme si Daily Mail në Britani, të cilët janë përpjekur të deshifrojnë debatin disa sekondsh midis presidentit Trump dhe presidentit francez Macron, ku i pari ka thënë të dytit që do ma paguani shtrenjt paka shumë këta që kini bërë dhe nuk ja u falë. Pra, me siguri shumë njerëz mendojnë që bëhet fjalë për shakan e hidhur që kryeministri Rama bëri me gafën e presidentit Trump, cilën e përmendëm më sipër. Nga ngjarje ndërkombëtare duhet theksuar se pas marrëveshjes në Sharm el Sheikh midis për një pushim ose pushim zjarri ose faza e parë e një paqe afatgjate, siç pretendon presidenti Trump se do të realizojë, ka ndodhur disa vrasje barbare nga Hamasi kundër disa palestinezëve pasi është larguar ushtria izraelite nga Gaza. IDF-ja është larguar nga Gaza dhe Hamasi mori një pjesë të kontrollit që kishte IDF-ja të territorit dhe janë pushkatuar një grup njerëzish. Në fakt Hamasi i ka kërkuar negociatorëve që të merrte masa për të vendosur rendin në Gaza, pasi kishte grupe të ndryshme kriminale të cilat vepronin në këtë territor, grupe palestineze, dhe ishte nevojshme që Hamasi të ushtronte dhunë për të vendosur rendin. Mirë po, presidenti Trump në një postim në Twitter, në rrjetin e tij social Truth Social, ka theksuar që Hamasi ka shfrytëzuar këtë ujdi me ndërkombëtarët për të eliminuar kundërshtarët politik ose ata që kishin bashkëpunuar me IDF-n dhe me shërbimet sekrete të Izraelit, dhe presidenti Trump kërcënojnë në këtë mesazh që në qoftë se Hamasi do vazhdonte të likuidonte njerëzit politikisht, atëherë do të ndërhynte ushtria amerikane dhe ata do të ekzekutoheshin një nga një. Një çështje tjetër që ja vlen të theksojmë është pragu i rënies së presidentit të Venezuelës, Maduro, Nicolas Maduro, i cili duket që është në skript të umnerës së vetë për karrierën politike. Dihet që Maduro ka ardhur në pushtet në vitin 2013, nën Chavezin ai ka qenë në vitin 2005-2006, ka qenë kryetar i parlamentit të Venezuelës, më pas nga 2006 është vendosur si ministër i brendshëm deri në vitin 2011 ose 2012 dhe një vit ka qenë zëvendës president i Maduros dhe ka kandiduar pas vdekjes së tij në emër të Partisë Socialiste dhe është zgjedhur me shumë kontestime nga ana e perëndimit për rezultatin dhe mënyrën e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale. Është zgjedhur president dhe qysh në atë kohë u bë rreth 11 apo 12 vjet që ai qëndron pas disa zgjedhjeve të cilat perëndimi konsideron si farsa, ndërsa vende të tilla si Irani dhe vetë Maduroja, por edhe vendet tjera si Rusia dhe Kina, të cilat e kanë Venezuelën një domenin e saj për të marrë naftë, pasi dihet që Venezuela për nga territori i saj dhe për nga sasia në total e nxjerrjes së naftës është një nga vendet më të fuqishme në nxjerrjen, prodhimin dhe eksportimin e naftës. Njëkohësisht Venezuela, e cila është fshinjë me Kolumbinë, akuzohet nga presidenti Trump se ka marrë pjesë në mënyrë të organizuar nga ana e vet Maduros për kontrabandimin e drogës të kokainës nga Kolumbia në Shtetet e Bashkuara, dhe kjo është dhe arsyeja pse presidenti Trump ka disa kohë që ka nxjerrë ushtrinë, marinën dhe e ka rrethuar Venezuelën dhe madje ka ngoditur dhe shumë
anije që Venezuela pretendon se kanë qenë anije tregtare, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe CIA pretendojnë se kanë pasur të fshehur për të kontrabanduar sasi kokaine. Gjithashtu edhe politikanët kryesor të Iranit kanë dhënë komente në lidhje me konfliktin midis Shtetet e Bashkuara dhe Iranit dhe Venezuelës, ku ata kanë theksuar se arsyeja pse goditet Venezuela është shtënia në kontroll e këtij vendi, që mbas Kolumbisë mund të bëhet vendi i dytë që do të ketë njerëzit e zgjedhur nga perëndimi, siç është një politikane femër që përfaqëson opozitën dhe që kërkon ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara për të larguar radikalin e majt Maduro. Njëkohësisht ka pretendimes nga të janë teori konspiracioni se një sasi e madhe e arit të vjedhur nga depot e Fort Streetit, ku ruheshe ari dhe ku kishte mungesa të mëdha të arit, fshihen në Venezuelë nga Deep State në bashkëpunim me Maduron, dhe mendohet që një nga arsyet e thella që Trumpi po lufton është shtënia në dorë e thesarit të arit amerikan të fshehur në Venezuelë. Njëkohësisht presidenti Trump mendohet nga këto zera që një arsye ka bllokimin e kontrabandimit të kokainës, nëpërmjet të cilës pasurohet në mënyrë ilegale CIA, shërbimi sekret të cilin Trumpi ende nuk e kontrollon plotësisht, jo si në mandatin e parë, por ende ja ka frikën CIA-s për një komplot dhe për një mundësi për eliminimin dhe për bllokimin e qëllimeve politike të presidentit Trump në mandatin e tij të dytë, dhe kërkon që të heqë mundësinë CIA-s që të kontrollojë drogën dhe të sigurojë burimet e saj të financimit sekret. Njëkohësisht ka pasur ngjarje të tjera të rëndësishme botërore. Presidenti Trump deklaroi se së shpejti do të takohet në raundin e dytë të bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin, takimi i cili do të zhvillohet brenda pak javësh në Hungari, dhe përpara këtij takimi presidenti Trump ka rithirur Zelenskin në shtëpinë e bardhë për bisedime për të rënë dakord me të nëpërmjet ratifikimit të marrëveshjeve të ndryshme, sepse Zelenski dihet që lëviz vazhdimisht nga fjalët që bisedon me Trumpin në lidhje me fatin e ardhshëm të Ukrainës, qoftë territorial, qoftë politik, qoftë ekonomik, ku presidenti Trump kërkon që ekonomia amerikane të integrohet në shfrytëzimin e resurseve dhe pasurive të Ukrainës së pas luftës në këmbim të ndihmave të mëdha financiare dhe ushtarake që Shtetet e Bashkuara gjatë mandatit presidentit Biden, kur filloi lufta në 2022 në Ukrainë midis Rusisë dhe Ukrainës, nga sulmi rus mbi Ukrainën, kërkon që të gjitha shpenzimet që ka bërë shteti amerikan dhe ekonomia amerikane të përkthehen në një rikthim të plot dhe me fitim. Presidenti Trump ka dërguar këshilltarët e vet kryesor për të përgatitur takimin në Hungari, ndoshta në Budapest. Është prononcuar dhe kryeministri hungares, i cili ka thënë që po bëhen të gjitha përgatitjet për të bërë raundin e dytë dhe shpresojmë që të jetë i fundit. Me marrëveshjen e paqes që presidenti Trump me fazën e parë që bëri midis Hamasit ose palestinezëve dhe grupeve tjera politike palestineze, jo vetëm të Hamasit, si Fronti për Shirimin e Palestinës, Fronti Xhihadit Islamik, të cilat kanë qenë pjesë e delegacionit palestinez në Sharm el Sheikh dhe kanë firmosur në lidhje me 20
pikat e marrëveshjes së paqes që propozoi presidenti Trump, dhe presidenti Trump është nominuar për kandidat për të fituar çmimin e paqes nga çmimi Nobel që zhvillohet çdo vit në Suedi. Presidenti Trump është angazhuar që unë jam njeriu i paqes dhe do mbyll çdo luftë në botë. Të shohim nëse ky takim do të sjellë me të vërtet një paqe midis perëndimit i cili është autori vërtet ose pjesëmarrësi vërtet i luftës nga ana e Ukrainës dhe Rusisë ose lindjes ku spikat aleanca e fortë midis Rusisë, Kinës, Koreas së Veriut, po dhe Indisë, e cila merr naftën ruse. Njëkohësisht duhet theksuar që së fundmi qeveria e Ukrainës ka bërë me dije se në Shqipëri kontrabandohen në bashkëpunim me Malin e Zi sasi të mëdha nafte në portet pranë Durrësit ose në verit të Durrësit, ku anije me flamoj të ndryshëm të vjetra me dokumentacion si kur sjellin Qimento kanë sjell sasi të mëdha nafte qoftë nga Rusia, qoftë edhe nga Libia, të cilat janë të sankcionuara dhe Shqipëria është angazhuar që të mos marrë naftë nga këto vende. Ajo që duhet thënë është që gjyqi McGonigal, që duhet shtuar, është duke vazhduar dhe është dënuar dhe një rus tjetër i cili ka qenë diplomat rus dhe ka marrë në shtetësinë amerikane në vitin 2013 dhe ka punuar si përkthyes për gjykatat amerikane me licencë dhe së bashku me McGonigal janë përpjekur të ndihmojnë miliarderin rus Deri Paska, i cili konsiderohet që ka dhënë mitë për ish një nga agentët kryesor të FBI-t në New York që ka qenë McGonigal, i cili është përfolur dhe për aferën për vënien e gjobave të oligarkëve ose biznesmenëve të mëdhenj shqiptar, nëse s'është shumë e përshtatshme fjala oligark, me ndihmën dhe në ndikimin e kryeministrit Rama, por jo vetëm, po këtej nga Shqipëria, ndërsa nga krau ande janë të dyshuar ish sekretari i shtetit Blinken, janë të dyshuar Alexander Soros, madje dyshohet që mund të jetë dhe Hunter Biden i përfshirë në këtë gjobë dhe në këtë aferë të madhe kërcënuese ndaj shumë oligarkëve shqiptarë nëpërmjet ambasadores amerikane që ka qenë këtu në atë kohë, ku janë kërcënuar se do të shpalleshin një numër i madh oligarkësh, do të shpalleshin non grata dhe Rama është paraqitur si sekser duke ju sjell McGonigalin për t'i shpëtuar në thonjza dhe në fakt për t'i taksuar në mënyrë të palishme pasanikës shqiptar, ku sipas disa mediave amerikane të pavarura është deklaruar se sasia e parave të marra biznesmenëve shqiptar është 30 apo 32 milion dollar dhe Trumpi po përpiqet që ta çojë këtë çështje dhe në rrejnë të vet këtë problem, ku kërkon të nxjerrë nëpërmjet McGonigalit autorët e tjerë që kanë marrë pjesë në këtë skandal të madh. Njëkohësisht duhet theksuar edhe fakti tjetër për ta mbyllur me këtë informacion të fundit që Trumpi është duke përmbyllur një luftë të rëndësishme
në nivelet e larta me Antifën e cila ka qenë shumë e organizuar këto kohë për të ndaluar aktin e qeverisë amerikane pas ardhjes presidentit Trump për të goditur emigracionin e paligjshëm në qendrat e grumbullimit që ushtria ose garda kombëtare amerikane ka grumbulluar nëpër qytete të ndryshme dhe shtete të ndryshme si në Kaliforni, në Portland, po dhe në vende të tjera dhe janë arrestuar shumë aktivistë të dhunshëm, të cilët madje me armë kanë plagosur edhe oficerë të gardës federale të Shtetet e Bashkuara dhe Trump po tregohet me ta i pamëshirshëm, ka dhënë një intervistë edhe sekretarit thesarit në lidhje me këtë, i cili dihet që ka qenë një nga njerëzit e Sorosit dhe çuditërisht ai ka dalë dhe ka deklaruar se them çuditërisht pasi ka akuza të besueshme që Soros është financuesi i këtyre organizatave terroriste me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara si Antifa dhe sekretari thesarit ka treguar se Departamenti Thesarit dhe Departamenti i Sigurisë së Brendshme është duke luftuar për t'u prerë burimet e financimit krerëve dhe drejtuesve, qoftë hapur, qoftë të fshetët të organizatës Antifa. Vlen të theksohet edhe një ironi që është bërë nga të majtët gjatë kohës që garda kombëtare ka zbritur nga helikopterët për të drejtuar tek skenat e dhunshme ku Antifa ka drejtuar, edhe kanë qenë shumë ushtarak të gardës kombëtare, shumë të shëndosh dhe raporti tyre i gjatësisë me peshën ka qenë shumë për dëshiruar për një ushtri moderne, për një gardë kombëtare moderne të një shtetit fuqishëm siç janë Shtetet e Bashkuara, dhe në një shënim që sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth ka bërë në luftë me Deep State-in, ata kanë shkruar in war with deep pizza, sepse këta duke kur ishin lëshuar për të ngrënë pizza, këta ushtarët e shëndosh dhe mbas kësaj Hegseth u detyrua të bëj takime të ndryshme ku ju ka kërkuar drejtuesve të lartë të gardës kombëtare për të gjithë ushtrisë amerikane që të gjithë personat obez për ushtrinë ose ata që quhen fat ti largojnë nga detyra dhe ti zvendësojnë në qoftë se janë në gjendje të marrin normat e vendosura ushtarake ti largojnë nga detyra. Kaq kishim për sot dhe mirupafshim në ditën e hënë ku do të trajtojmë tema të veçanta me të ftuarin ton në geopolitik. Një fundjavë të këndshme nga unë, Alfred Sako, dhe mirupafshim ditën e hënë. Tung tung.